Është tentu që të sabotohet edhe buxheti vitin e kaluar, por ne kemi mbri që ta votojmë. Buxhetin e dini që ne kemi votu buxhetin e vitit 2025 në 10 orë të vitit 2024. Buxheti i cili është i planifikuar për projektet, për të gjitha projektet madhore, për projekte të ndryshme për kryeqytetin për vitin 2025. Kemi kërku qysh atëherë që Parlamenti i Kosovës ta miratoj, pra të bëhet bashkë, ta miratoj këtë buxhet të vitit 2025, asnjëherë nuk është këtu seanca atëherë. Tash e kemi një çështje tjetër ku Parlamenti tash i qeverisjes së re ende nuk është i konstituar. Ne ju kemi dërgu, kemi shiku në aspektin ligjor se si mundet Ministria e Financave me aprovu buxhetin e kryeqytetit, buxhetin e vitit 2025, pra me një ashtu letër ose me një prej zyres ligjore të ministrisë mundet ai të ecë përpara. Këtë kemi kërku tash 2 herë, mirë po edhe ajo injorohet. Ne vazhdojmë të punojmë me buxhetin e 2024 ashtu të mangët. Po them që ne tash duhet me u gjind në mënyra të ndryshme, për shembull vijat buxhetore të cilat janë të dedikuar për projekte të vitit 2025, ne duhet me gjetë fondet në projekte tjera. Pra është tentu që të sabotohet edhe buxheti vitin e kaluar, por ne kemi mbri që ta votojmë, edhe kjo është një fat i mirë për gjithë kryeqytetin. Po tash shfrytëzohen të gjitha instancat edhe nuk përdoren faktikisht mundësitë që buxhetin e 2025 ta aprovojmë. Pra kemi edhe një sfidë tjetër shtesë, po them ne vazhdojmë me projekte, nuk do të ndalemi, edhe do të gjejmë të gjitha mënyrat që janë brenda kornizave ligjore që ne të financojmë të gjitha projektet që tashmë i kemi në zhvillim e sipër.